Hënë e plot në shenjën e ujorit, data 29 ora 16:35. Çfarë të presim? Do ta shohim. Çfarë duhet evitojmë gjithashtu? Kush ndikohet? Sigurisht, ndikohet vetëm për mirë apo dhe për keq. E para njerëz ka vetëm keq. Dhe nuk dua ta dëgjoj më këtë gjë keq. Çdo gjë e ka një arsye pse ndodh. Tani, në mënyrë që ta kuptojmë tamam dinamikën e kësaj hëne të plot, duhet të shikojmë se çfarë aspektesh krijon me kë dhe me çfarë. Aspekti i parë dhe kryesori është me Jupiterin që ka direkt përballë vetes së vet që është në Luan. Aspektet të tjera që krijon është me Uranin në shenjën e binjakëve, që ky është pozitiv deri diku, pra e papritura ka rezultat pozitiv, sidomos për shenjat e ajrit, dhe me Neptunin nga shenja e dashit që sido që të vi puna, çfarëdo lloj gjë duhet të iki, të largohet, të mbaroj se ka ardhur fundi, sjell me vete një ëndër. Do të thënë, është si të thuash, sjell një vizion për një të ardhme më të mirë, për një mundësi më të mirë, më të prekshme, më të realizueshme. Tani çfarë ndodh? Çfarë mund të presim? Anë mban botës do shikojmë edhe çudirat e motit përsëri me reshje të rënda, po më tepër këtu kemi dhe ujin sigurisht si natyrë, po kemi edhe ajrin shumë, kështu që zjarre, probleme me stuhi të mëdha, shkarje dherash nëse doni. Dhe këtu lidhet Kironi që nuk ua thash, krijon aspekt dhe me Kironin që është në shenjën e Demit dhe përfaqëson ëm aspektin material të jetës së njerëzve, ka të bëjë me tokën, ka të bëjë me ushqimet, me gjitha këto. Ëm Çfarë do shohim tjetër? Probleme me elektricitetin, me teknologjinë. Pra, lajmet që marrim ndoshta rreth zhvillimeve teknologjike ose një punë kërkimore që ka të bëjë me mjekësinë, pse jo, që na komunikohet se çfarë do sjelli si rezultat për njerëzimin, nuk e di se sa realisht në të mirë të njerëzimit do të ëm duket të jetë deri në fund. Pse? Duke qenë se kemi aty Jupiterin dhe kemi në Luan. Dhe Luani është dramaticiteti, dhe Luani është gjithçka ka të bëjë me unë, dua të kontrolloj unin. Atëherë, nëse do përdoret për mirë ose nëse do të përdoret në të mirën e njerëzimit, okay, kemi përfitime të gjithë. Po në qoftë se do të centralizohet në duart e disave, siç edhe ka tendencën të jetë, atëherë do vuajmë në pjesa më e madhe. Dhe këtu bëhet lufta më e madhe që ta kuptoni ju. Pra, tipari kryesor i kësaj hëne të plot është unë, e mira ime, vetjake, apo e mira e të gjithëve. Këtu bëhet lufta më e madhe. Dhe në këtë luftë të madhe, sigurisht që dalin në pa të gjitha ato gjëra që duhet të merren vesh, të gjitha ato gjëra që janë bërë në mënyrë prapaskenike, në mënyrë që ne, kolektivi, ne, kolektivja më falni, ne, shumica, të kuptojmë se çfarë po bën pakica. Gjëra që do të jenë edhe më intensive akoma gjatë datës 12 kur të kemi dhe eklipsin e diellit në shenjën e Luanit, për pasojë hënë e re në po atë shenjë. Ku gjithçka po nis tani intensifikohet dhe më shumë atëherë, edhe gjërat i kemi një absolutisht të qarta se ku po vemi dhe çfarë po na ndodh dhe pse arsyeja se. Por kemi edhe mundësinë që akoma të reflektojmë dhe të ndryshojmë të ardhmen nëse realisht duam. Kështu që gjatë kësaj faze, çfarë vjet re akoma, persona me pushtet që bien nga pjedestali i tyre, se do të jenë strateg, se do të jenë militar, se do të jenë personazh lidera. Lidera jo vetëm në politik, po lidera dhe në korporata të mëdha, në biznese të mëdha. Uh, Lidera kudo që janë lidera këta persona, persona që janë të famshëm, të njohur, me që luani një lidhet edhe me famën, me artin, persona që janë në sport, do me thënë, kushdo që ta kuptoni ju, ka abuzuar me famën e vet, me pushtetin e vet, me grykësinë e vet, me um, të dashurit të ngrej veten në kuristë të të tjerëve, apo të përfitoj në mënyrë vetjake, po në kuristë të të tjerëve, pra ka kryer korupsion ose ëm ka manipuluar, ka ushtruar pushtetin e vet keq, atëherë ka për ta pusuar përmes ekspozimit që i bëhet gjatë kësaj periudhe. Dhe po ta marrim në plan personal, do thosha vlen po e njëjta gjë. Kushdo ka parë interesin e vet personal në kurisë të masës, kur masa nuk ka faj dhe në mirëbesim uh, ka vepruar kundrejt individit, atëherë individi e pëson keq gjatë kësaj periudhe. Duke qenë se ju thash se këtu kemi dhe ndikimin e Neptunit nga shenja e Dashit, por është retrograd aktualisht, atëherë po, është momenti që lindin ëndra të reja, vizioni i ri,
duam të shpëtojmë veten, të nisim diçka të re, por si? Jo më brenda faktorit shtet. Keq më vjen që po e them, por jo. As strukturës shtetërore, as çfarëdo gjë ka të bëjë me kontrollin e shtetit apo me strukturat e shtetit, secili do dojë të ë riorganizohet në mënyrë vetjake. Që ta kuptoni këtë gjë. Çfarë thotë kjo? Nisi biznes timin, shikoj punën time, shikoj s'do arrit të kap një mundësi për realizim personal, që prapë është në të mirën e kolektives. Pse? Sepse duke qenë se secili zhvillohet individualisht, kjo jep më shumë mundësi secilit të organizohet pastaj në grupe të vogla derisa të bëhemi grupe të mëdha e kështu me radhë. Do me thënë, po nis një epokë e re që ta kuptoni ju, dhe që do ta shohim se ku realisht po na çon, apo deri ku kemi arritur gjithmonë nëse dinamikat i përdorim në favorin ton, aty pas 3 vitesh kemi pamjen e parë të plot se çfarë realisht ka ndodhur, zhvilluar e ku ndodhemi aktualisht. Sigurisht që çdo vit, çdo moment ka dinamikën e vet, por që rezultati, po ju them, i pari dukshëm është pas kësaj periudhe të gjatë, që normalisht e gjatë është. Ose hajde sta marr secili. Kështu që çfarë bëjmë gjatë kësaj periudhe? Gjatë kësaj periudhe i lëm gjëra të rrjedhin. Nuk kemi çfarë të bëjmë, sido që të jetë rrjedhim. Dhe po bëhemi më social, dhe po bëhemi më të ndjeshëm ndaj asaj çka tjetrit i ndodh. Kuptojmë që forcën e kemi të gjithë bashk, nëse jemi bashkë të bashkuar, nëse shikojmë interesin e përbashkët dhe jo interesin vetjak, që këtu bën gabimin shumica dhe prandaj do e pësoj, duke menduar se keni parasysh atë shprehjen që thotë larg times, pa të tjerë të besojnë çfarë të duan, e po fatkeqësisht dhe ata që mendojnë se janë të mbrojtur në këto momente, sepse i mbron një shtet apo i mbron një pushtet apo i mbron nuk e di se çfarë, në fakt njësoj do preken si dhe pjesa tjetër kur të vi fundi i gjithçkaje. Kështu që ka shumë individ që gjatë kësaj periudhe thash do nisen nga një vizion i ri për të krijuar diçka të vetëm, që nuk do jetë vetëm në shërbim të tyre, por do të jetë edhe në shërbim të komunitetit, të kolektives, të gjithëve me radhë, se do të jetë kjo në shtëpinë e vet, se do të jetë kjo në punën e secilit, se do të jetë kjo në komunitet ku jeton secili, në fshat, në qytet, në pallat, në kudo qoftë. Çëndsi ka, rëndësi ka që kemi këtë lloj mundësie, po ta shohim këtë fenomen nga aspekti pozitiv. Po ta shohim nga aspekti negativ, le të themi që grykësia, egocentrizmi, arroganca dhe unë i di të gjitha dhe unë dua për veten time dhe s'më intereson tjetri, dënohen keq dhe e pësojnë ata që mendojnë kështu. Sjell shumë ekspozim kjo hënë e plot, çdo që ka gabuar tash e rrezon. Kështu që mundohuni nëse jeni në kohë për të korrigjuar, të korrigjoheni. Rëndësi ka të ndryshojmë në shpirt. Dhe luani është zemra. Kështu që në qoftë se e zemra përkthehet në i dua të gjithë dhe s'dua veten time, ose kuptoj që po nuk desha të tjerë si dua veten seci, po e kundërta përsëri vlen, po se desha veten s'kam si të dua të tjerët, e ekuilibruar gjithmonë kjo gjë, kështu si po e them, atëherë nuk kemi ku të shkojmë dhe nuk kemi ku të vazhdojmë. Anë mban botës tash kemi për të parë plot gjëra të çuditshme, kujdes me çfarëdo gjë ka të bëjë me elektricitetin, çfarëdo gjë ka të bëjë me komunikimin, akoma çfarëdo gjë ka të bëjë me përcjelljen e informacionit, çfarëdo gjë ka të bëjë me ë mënyrën se si jepni makinës, domethënë si lëvizni rrugëve, akoma jemi në ndikime të caktuara që duhet të bëjmë kujdes. Përsëri do ua them kujdes me fëmijët, mbroni interesat e fëmijëve tuaj, shikoni se ku kontrollojeni fundja dhe mundohuni t'u jepni të kuptojnë që do orientim përpara se të quhen të pavarur dhe prindi derisa ata të quhen të pavarur ka të drejtë të marrë vendime të caktuara për ta. Një kjo dhe kryesorja dhe shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë pastaj me kontrollin e me shtetet e me shtetin e pushtetin e teknologjinë, mos i prekim se i kemi parë, por që po duhet jo duhet ju paralajmëroj se nuk e di sa kohë kam që po ju paralajmëroj dhe po i them kujdes fëmijët e ekspozuar nëpër ekrane dhe ja ku po na vin tani dhe po na i ekspozojnë vetë se kemi bërë mirë mjaftueshëm punën deri tani. Do kujdes kur të vendosen gjërat ose kur të jenë duke u vendosur gjërat të prera, aty do kujdes ne vendosim në fundit. Kujdes me këdo po nis diçka të re. Shenjat që do të kenë më tepër kujdes janë shenjat si gjithmonë luani, ujori, demi dhe akrepi. Këta do shikojnë më tepër ndryshim ose do të preken çik më tepër, por çdo gjë, më besoni, vjen për më mirë, jo për më keq.
Vazhdoj me parashikimet për secilën shenjë me radhë. Dhe nisim me dashin. Dashit e dhjetë që të parë, sepse shenjat e dhjetë të parë normalisht ndikojnë më tepër, kështu që ju me sa duket keni marrë pak e përsi me këtë Jupiterin në shenjën e Luanit dhe ju ka futur në drama të caktuara. Tani çfarë ndodh? Përballë direkt kemi atë që thash kolektive, ëh, domethënë këtu do shikoni se sa keni gabuar apo ku keni gabuar nga sytë e të tjerëve. Domethënë kritika që do ju ushtrohet nga të tjerët duket se ju sjell në rrugë të drejtë. Për të gjithë juve që doni ta kuptoni se keni gabuar diku dhe që do shikoni këtë si një mundësi për tu korrigjuar. Dalin gjatë kësaj periudhe gjithashtu mundësi të cilat duhet i shfrytëzoni, por gjithmonë duke parë se çfarë duhet lënë pas. Domethënë, vetëm nëse jeni të gatshëm për të mos përsëritur gabime, për të mos shkelur më në gjëra të njëjta siç i keni përsëritur më përpara, atëherë mund të keni me të vërtet një fillim të ri në një dashuri të re, në nismën e një objektivi të rëndësishëm tuaj, një sipërmarrje tuajën, të shikoni se çfarë realisht ju shkon juve si cilësi jete, si cilësi marrëdhënieje, çfarë realisht kërkoni ju nga vetja të jetë më mirë. Pra, ku e doni përmirësimin. Duhet thënë gjithashtu se kjo hënë e plot sjell edhe ekspozim të gjithë atyre që diku kanë abuzuar me pushtetin e vet, dhe kjo vlen për të gjithë, por kjo vlen edhe për ju. Kështu që ndëshkohet kush e ka bërë këtë gjë dhe për më tepër akoma duhet thënë se është një hënë e plot që përveç faktit se mbyll gjëra të caktuara, ju jep mundësinë që të mund të rinisni nga e para dhe për ju vlen më tepër ajo vizioni, ëndra që thash tek një video e mëparshme. Kështu që nëse ju besoni ende te ëndrat, te vizionet dhe se shpirti çlirohet atëre kur vërtet ka vuajtur shumë, po e ka kuptuar gabimin e vet, atëre kjo vlen për ju, kjo hënë e plot. Kështu që mundoni ta shfrytëzoni. Gjatë kësaj faze mund të dalin dhe mundësi shumë të mira për ose lajmet që merrni janë shumë të rëndësishme, ose pse sjellin të vërteta që si kundërshtoni, i pranoni dhe ju hapin syt dhe ju ndihmojnë të bëni diferencën, të vazhdoni më tej me persona, me situata, me gabime e me radh, por jep edhe mundësi për nënshkrime kontratash të rëndësishme ose për të korrigjuar marrëdhënie me motra vëllezër, fare fiz, gjitoni e me radh. Kështu që unë do thosha keni mundësi të korrigjoheni, keni mundësi të mbyllni çfarë është për të mbyllur, për pasoj të kapni mundësitë që ju ofrohen, sepse do dalin ato mundësi do jenë, dhe të vazhdoni përpara. Gjithashtu shëroni shpirtin tuaj gjatë kësaj faze. U lëndova, e kuptova gabimin, vazhdoj më tej. Kjo pra ishit ju. Po, dhe ju jep mundësi të korrigjoheni në çfarëdo lloj gjë keni bërë gabim me financat. Kjo hëna e plot, që mos vazhdoni më tej. Për sa i përket shenjës së Demit, dy ndikimet kryesore janë karriera dhe sigurisht familja, shtëpia. Ktu do dalin situata të vjetra, lidhje me familjen tuaj, diçka do zbuloni ose diçka do vini re që s'ka përfunduar akoma. Sigurisht që është e mundimshme të merresh përsëri me të njëjtat gjëra, duke qenë se ke menduar se i ke mbyllur, por që nëse nuk janë mbyllur, atëherë rikthehen dhe duhen zgjidhur. E njëjta gjë vlen për sa i përket karrierës. Shumë prej jush për shembull detyroheni të ndryshoni ambient pune ose ndodhin ndryshime për sa i përket e prorëve që ndërohen në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me vendin tuaj të punës dhe ju duhet të përshtateni në kushtet e reja. Ka të bëjë me martesën tuaj, ka të bëjë me imazhin tuaj publik, që këtu vlen ajo që thash, ku keni gabuar, do e pësoni pastaj sepse nuk ka si të jetë ndryshe. Gjithashtu ju jep mundësinë të korrigjoheni në financa ose t'ju kthehen detyrimet nëse dikush ua ka, ose ju t'i shlyeni ato në kohën e dur. Dhe sigurisht ju ndihmon të ktheheni vëmendjen nga vetja, të shikoni, ndoshta edhe të pranoni për herë të parë, sepse Demi nuk e ka të lehtë të pranojë se ku ka gabuar, pra të kthehet brenda vetes dhe të sistemoj ato gabime që ka bërë, ti pranoj gabimet që ka bërë për të shëruar fundja shpirtin e vet. Ka shumë prej jush të përdorin dhimbjen për të sjell paqen në jetën e tyre, ndoshta edhe në jetën e të tjerëve. Por aty ku do trysnoheni vërtet shumë dhe mbarojnë situata të caktuara sepse nuk ju duhen më, nuk ju shërbejnë më, ose do e pësoni sepse keni bërë gabime të rënda, është karriera dhe familja. Keni parasysh këtë gjë. Për juve të shenjës së binjakëve nuk mund të them që kjo është një hënë e plot që për juve vjen keq. Ju më tepër do ndikoheni nga Mars, afërdit që janë në kundërshtim me kundërshtim jo tamam, po janë një aspekt të vështirë katror me njëra tjetrën,
edhe këtu vlen më tepër për ju të dhjetëdiçit të fundit kjo gjë. Kjo do në fakt do të ishte një video tjetër, por që nejse, juve të dhjetëdiçit të parë, të qëndrojmë këtu ku jemi, mos të ngatroheni, nuk besoj se e përjetoni keq këtë gjë. Përkundrazi, them se tu dalin mundësitë të cilat mund të shfrytëzoni dhe dalin në të mirën tuaj, mund të përfitoni vërtet nga një bashkëpunim, mund të përfitoni vërtet nga një ide që do keni nëse e komunikoni atje ku duhet tek personat e duhur dhe kjo ju jep potencialin dhe mundësinë për ta realizuar atë ide që keni dhe ta sillni atë ëndër në realitet. Gjatë kësaj faze vjen re persona shumë të rëndësishëm që ju ndihmon të vini fund gjërave që si shërbejnë më dhe ju japin ndihmë, do të thënë bën ndihmë e madhe për ju për të sjellë, sikur se thash, një ëndër në realitet, kështu që për ju më tepër besoj se kjo vjen pozitivisht dhe jo negativisht. Për juve të shenjës së gafores, do thosha vlen përsëri e njëjta gjë, po këtu më tepër kemi të bëjmë me shuaj vuajtjen e një së kaluare. Shëroj veten nga plagët e mara deri më tani. Dalin në sipërfaqe gjëra që nuk i dija, do me thënë tradhti, gënjeshtra, mashtrime, dalin tani, ekspozohen dhe normalisht i merrni vesh të gjitha këto. Këtu tani edhe mund të bani pak inat me veten tuaj, pasi të ndodhi e gjithë kjo, do thoni si e tolerova unë këtë gjë, po që ç'a ti bëjmë. E njëjta gjë vlen edhe përsa i përket financave, domethënë do kuptoni se diku keni gabuar dhe është momenti që të korrigjoheni, por atje ku është gabimi, atje dhe mund të dalë mundësia e një fitimi shumë të madh. Mos ta harrojmë që Merkuri avash avash po del nga retrograda e vet dhe ju ndihmoj të shikoni gjërat më qartë, por që sido që të jetë, ajo që më pëlqen shumë shumë fare nga kjo hënë e plot për ju është fakti që ju me të vërtetë që bëni paqe me veten pas kësaj gjëje, me të vërtetë kuptoni se çfarë nuk duhet të përsërisni për sa i përket gabimeve që keni bërë deri tani dhe besomuni kushdo do jetë në linjë të ngushtë me këtë hënë të plot, mos harroni që hëna ju kryeson, ë. Atëherë nëse dëgjoni intuitën tuaj të pagabueshme, ka dhe disa prej jush që ekonomiko-financiarisht do të dini shumë të fituar ose do zbuloni një mashtrim shumë shumë të madh që ju shpëton në momentin e fundit. Shumë e rëndësishme. Për sa i përket juve të shenjës së Luanit, çfarë të them drejt përballë jush zhvillohet kjo hëna e plot, ju tregon edhe juve gabime që keni bërë në marrëdhëniet tuaja në çift, ju tregon se nëse një bashkëjetesë që keni nisur apo kërkon të nisni duhet apo nuk duhet bër, apo nuk duhet të ishte bër, në lidhje me veten tuaj edhe ju dhe në raport me të tjerët shikoni kush ka përfituar më tepër deri më tani, ju apo të tjerët? Ku gaboni ju në lidhje me të tjerët? Mos ndoshta keni qenë më egocentrik nga ç'duhet, mos ndoshta më arrogant me të tjerët, do merrni mësimet tuaja dhe ta pësoni. Edhe ju jeni ata të cilët në qoftë se keni abuzuar vërtet me ligjin, me vulën, me firmën që ju është besuar, në institucion të caktuar, në një ambient pune të caktuar, në familjen tuaj, në martesën tuaj nëse doni, atëherë keni për ta pësuar, besomuni këtu do jemi dhe do ekspozoheni keq, ta themi edhe këtë gjë. Vetëm për ata që e dinë që diku kanë bërë atë çka kanë bërë. Vazhdoj me shenjën e Birgjëreshës, që për juve më tepër vjen kjo dhe ndikon në shëndet, ndikon edhe në psikologji. Do me thënë, por ndikon edhe tek të gjithë ata që kanë abuzuar me pushtetin që u është dhënë dhe kanë manipuluar psikologjikisht të tjerët, ose nëse kanë qenë të tjerët ata që kanë ushtruar dhunë psikologjike mbi ju duke se thua përfituar nga pushteti që u është dhënë, atëherë bien para jush edhe drejtësia vjet në vend. Kështu që po, ju mund të shpresoni për një drejtësi. Kushdo prej jush dikush u ka rënë më qafë. Por në qoftë se keni qenë ju ata që keni gabuar, besomuni të vërtetat tuaja ose thua ato çka sekretet tuaja, është e vërtetat thuash, dalin në pa dhe ekspozoheni dhe ju keq. Kështu që çfarë ju ndihmon më tepër le të themi, lëre çfarë keq ju ndodh, për juve që keni vepruar keq, po çfarë e mirë ju ndodh, ose jepet mundësia t'ju ndodhi juve që drejt keni ecur deri tani, atëherë zhbllokoheni me të vërtet nga një trysni e madhe psikologjike që lidhet me paran ose me se thuash sekrete që i keni mbajtur për sepse ashtu ju desh, ashtu ishte puna, ashtu nuk e di. Pra psikologjikisht me sa duket arrini të zhbllokoheni, emotivisht po ashtu, intuita juaj është shumë e fortë dhe mund të ju ndihmoj të kuptoni çfarë ndodh prapa kujtave gjatë kësaj periudhe, dhe me shëndetin tuaj masat që merrni, duket se janë dhe veprojnë në plan afatgjat, pra shëroheni, ndikojnë dhe në shëndetin tuaj ku gjeni dhe zgjidhje pjesa më e madhe prej jush. Pjesa pastaj duhet të bëj kujdes, duhet të bëj kujdes, e tham këtë gjë.
Ne vazhdojmë me shenjën e peshores, që edhe për ju nuk mund të them që kjo hënë e plot vjen negativisht. Përkundrazi, do thosha që çfarëdo lloj gjëje merrni vesh, zbuloni lidhje me grupe shoqërore ose çfarëdo lloj grupimi ku ju bëni pjesë, çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me dashurinë, fëmijët, punën krijuese, persona që ndoshta kanë premtuar se do ju ndihmojnë dhe që ngeci deri diku ajo ndihma, atëherë si të thuaç gjërat tani fillojnë edhe lëvizin në favorin tuaj. Fundja, ajo çka është i pari kësaj hëne të plot, si çdo hënë e plot, është që duhet të mbaroj ajo çka nuk shërben, nuk ecën, nuk është dhe nuk ka potencialin më të madh të mundshëm për ju. Kështu që flasim për shoqërinë, në rreth shoqëror, miqësor, ë me persona të caktuar nuk ecën më bashkëpunimi, nuk ecën më komunikimi, ekspozohen ata persona para jush, ose persona me të cilët nisët një lidhje, po që nuk po ecën, nuk po shkon, duhet të mbaroj këtu. Pra, mbaron, mbyllet, përfundon, por duke marrë parasysh faktin që këtu kemi pjesëmarrjen e Jupiterit nga shenja e Luanit, që për ju është pozitiv. Marrim gjithashtu pjesëmarrjen e Uranit nga shenja e Binjakëve, që përsëri është pozitiv. Këtu sido që të jetë zgjidhen plot çështje ligjore, gjyqësore, ë çështje që ishin bllokuar deri diku dhe që kishin të bëjnë me jashtë shtetit, që kishin të bënin me tregtinë, me turizmin, me edukimin, për juve që ju ngecën deri diku studimet ose nuk e kishit të qartë çfarë do studionit apo çfarë drejtimi do të merrnit. Atëherë ndryshon komplet vizioni juaj dhe këndvështrimi juaj në lidhje me persona, me situata personale, ndërpersonale, kolektive, për t'u riprogramuar dhe për të gjetur rrugën tuaj ashtu sikurse ju shkon më mirë. Pra prandaj po them që në fund të fundit kjo hëna e plot për ju do të thotë ndryshim këndvështrimi, që si pasojë sillen ndryshim objektivash, por që u dalin të gjitha me sukses. Gjatë kësaj faze, aty ku largohen individ caktuar, aty zvendçohen me individ të tjerë shumë herë më të pushtetshëm, shumë herë më të shëndetshëm, shumë herë më në favorin tuaj. Kështu që për çfarëdo gjë mund të largohet, juve mos keni frikë. ë Vjen për çdo gjë që ikën sepse duhet të iki, por që shpërbleni me më shumë për ato çka do të vinë. Por juve të shenjës së Akrepit tani, e njëjta gjë vlen, kemi të bëjmë me karrierën, kemi të bëjmë edhe me banesën. Përsëri e njëjta gjë, çfarëdo lloj gjëje janë situatat së kaluarës që ende nuk janë zgjidhur, që akoma trysnojnë për tu zgjidhur, ja ku i keni. Dhe jeni detyruar të angazhoheni me to derisa të gjejmë të arrijmë në një përfundim të kënaqshëm, uroj për të gjitha palët. Ktu manipulimi pra nuk mungon. Ktu ushtrimi i pushtetit nuk mungon. Plutoni është planeti i cili ju kryeson realisht, me thënë të drejtën, dhe është një shenjë që përfaqëson për ju familjen, banesën. ëm jo vetëm këto, por edhe vendbanimin, vendqëndrimin. Kështu që shumë prej jush edhe mund të jeni duke menduar seriozisht të lëvizni në një shtet tjetër. Po pse jo? Ose të keni ndryshime në ambientin e shtëpisë, domethënë të bëni një shpërngulje të detyruar, ë, jo se e bëni se doni ju. Por që sido që të jetë çfarëdo lloj gjë që ju angazhon me çështje familjare, çështje prone, çështje banese, është diçka që e keni zvaritur ose është zvaritur në kohë dhe do të mbaroj këtu. E njëjta gjë vlen edhe për karrierën tuaj. Pra edhe aty kemi ndryshime, jo sepse i sillni ju dhe e doni ju ndryshimin, por sepse ashtu krijohen situatat, ashtu vinë situatat dhe krijohen. Gjithashtu dalin në pa shumë gjëra që ju kujtojnë të kaluarën, e thash këtë gjë, por që ju kanë lënduar shumë në shpirt. Domethënë kanë vënë në pikpyetje të mëdha, gjithçka ju keni menduar apo gjithçka ju keni ditur për veten tuaj apo veten tuaj në marrëdhënie me të tjerët. Për shembull, shumë prej jush mund të përjetoni një tradhti që nuk është ere parë sikurse po them. Edhe do ju kthej shumë pas në kohë, por që në fund fare ju çliron. Domethënë e pranoni që mbase një person nuk ndryshon ose që ju bëni gabime të caktuara me individ të caktuar që ju lëndojnë në mënyrë të njëpasnjëshme të përsëritur, dalin në pa sekrete që o janë tuajat dhe ekspozoheni gjithmonë kush ka bërë një gabim të caktuar, kush ka qenë gabim do ekspozohet, e tham këtë gjë. Ose të tjerë pastaj nëse ju a kanë pasur juve me, nuk e di, hile. Ta themi edhe këtë gjë. Kështu që ju në këto fusha, me thënë të drejtën, ndikoheni më tepër, por dhimbja më e madhe vjen dhe gotja më e madhe vjen tek marrëdhëniet në çift. Duke qenë se Kironi është në shenjën e Demit.
ball për ball jush, i bie që këtu do dali diçka përsëri nga e kaluara, diçka që menduat se kishte hedhur prapa krave, diçka që menduat se mbaroi, diçka që nuk do përsëritej më, po ja që përsëritet përse kësaj here, përse përsëri që të korrigjoheni ju vetë të parët. Ju mos të lejoni të lëndoheni apo t'ju lëndojnë. Pra, kuptojeni dhe këtë gjë. Dhe përsa i përket financave, ju lutem shumë kujdes shpenzimet që mund të dalin në mënyrë të papritur, të paparashikuar, por që më tepër shkaktojnë nga ju. Ktu kujdes te kjo pjesë. Dhe mos abuzoni me shumë të mëdha paraje këto kohë. Okej, sepse do ta pësoni keq. Atëherë, përsa i përket shenjës së shigjetarit, edhe për ju nuk mund të them që kjo është një hënë e plot që vjen për keq. Por juve më tepër shkunda të kambanën është më tepër si sinjalizim i çfarë po bën me shëndetin tënd, pikë së pari. Pra, pse si ke kushtuar vetes rëndësinë e dur dhe nëse nuk po ja kushton, çapo pret akoma që ta bësh këtë gjë? Nëse një lidhje, një marrëdhënie, një situatë, një ore mënyra se si i shikoni dhe i konceptoni gjërat, nuk ju shërben për mirë, po ju bën keq, atëherë ky është momenti që të korrigjoheni, të ndryshoni drejtim, rrugë. Si do ndodhi kjo? Do ndodhi sigurisht sepse kemi Uranin në shenjën e binjakëve, që sido që të jetë sjell të papritura plot dhe ju thotë, "Oh, këtu e ke shumë gabim." Këta persona nuk të shkojnë. E kupton sepse pse? E keni përballë, është direkt marrëdhëniet në çift. Një ka të bëjë me bashkëtesa, dy ka të bëjë me armiq që dalin, shfaqen, ju prishin punë, po ju tregojnë se ku gabuat ju, ku lat ju vesh tek që të futeshin ata. Ka të bëjë me çështje ligjore gjyqësore që prap do të bëni kujdes dhe aty, domethënë këto sjell si pasojë kjo hëna e plot për ju, por që gjithmonë të korrigjoheni. Keni ende mundësinë të korrigjoheni, të ndryshoni këndvështrim. Sidomos nëse kjo po ndikon edhe në shëndetin tuaj, në mirëqenien tuaj, në përditshmërinë tuaj dhe në rutinën tuaj. Ky është momenti sa gjërave të vini pikën mbi tani. S'ka më kohë tjetër. Për sa i përket shenjës së, ku ishim tani neve, të britsjapit, po, tani këtu kemi të bëjmë me ujorin, ë? Është banesa juaj e dytë paraja, vlerat materiale e jetës tuaj, vlerat morale të jetës tuaj, por prona në vija të përgjithshme, por mos të harrojmë që tu përveç Uranit që e kryeson si shenjë, e kryeson edhe Saturni, kështu që është saturnial, do me thënë, ku gabuat, çfarë po bëni gabim, kujt po i bini mëqaf, po i bini njeriu mëqaf, po ju bjen të tjerët juve dhe po ju trysnojnë në vlerat tuaja, parimet tuaja, apo po ju synojnë pronën tuaj, atë që ishte e trashëguar brez pas brezi, nuk e di, aty i vjet fundi, i thua këtu, deri këtu e ke. Hapin nuk të lejoj të shkosh më këtej se sa duhet, okay? Do me thënë, këtu mbaron çdo gjë dhe merr fund. Kështu që unë them se kjo hënë e plot këtë ka më tepër si qëllim. T'ju tregoj se kujt duhet ja vendosni kufilin te thana, por në qoftë se ju jeni ata që keni abuzuar me pushtetin, forcën që ju është dhënë dhe keni rënë me qafë të tjerëve në këto gjëra që thash, atëherë vendoset juve kufilit te thana dhe jo vetëm kaq, po do vuani edhe pasojat të tjera shumë herë më të rënda. Kujdes sepse këtu kemi efektin e Jupiterit që i bën gjërat, i zmadhon edhe më shumë nga ç'duhet. Kështu që deri këtu. Edhe ju jeni deri këtu, nuk mund të zgjatet asnjë gjë më shumë se sa është zgjatur, ju lutem shumë. Çfarë do zbuloni, çfarë do merrni vesh, si mund t'i sistemoni gjëra që kanë të bëjnë me prona, që kanë të bëjnë me paran, jo tuajin, po ndoshta të tjerë, ose të burimeve të përbashkëta që i ndani me të tjerë, të shohim. Çfarë sekretesh dalin në pa, ta shohim dhe atë. Pjesa më madhe prej jush them se shërohen në shpirt vërtet, por që edhe marr një farë kënaqësie nga mënyra se si do ecin gjërat prej këteje në vazhdim. Përsa i përket juve të ujorit, juve ball për ball keni Jupiterin. Kështu që kjo është një hënë e plot që ju ndihmon t'i vini fund toksicitetit po, t'i vini fund gryksis, t'i vini fund lakmis, t'i vini fund egocentrizmit, t'i vini fund nëse doni dramës, që nuk vjen prej jush, po vjen prej të tjerëve, kështu që këto mundësi keni juve, t'i mbyllni këto gjëra dhe këtu ndihmon edhe Urani nga shenja e binjakëve që u sjell pak papritur të reja që si dinit,
si kishit marrë vesh, nuk e din që ekzistonin, dhe aty pastaj merrni vendime të rëndësishme. Uroj mos jeni ju që ekspozoheni, sepse gjithmonë është dy kashe, çdo ndikim ka dy kaje, vepron dyshe. Por që sido që të jetë për çështje familjare, prone, interesi, vlere, lëvizje, shpërngulje, të gjitha këto, merrni vendimet e duhura. Dhe e mbylli me shenjën e peshqve që edhe ju keni mundësi me këtë hënë të plot të zbuloni situata në lidhje me persona që ju kanë lënduar, që vazhdojnë t'ju lëndojnë, që me ta komunikimi është i pamundur. Pra ju vin fjalë, ju vin informacion që ekspozon persona të caktuar në jetën tuaj dhe ju jepet mundësia ta mbyllni me të kaluarën këtu një herë për gjithmonë. Dhe psikologjikisht të ndaloj trysnia, të mbaroj trysnia, të mbaroj vuajtja, nëse doni ta themi dhe kështu, duke qenë se për ju ujori është banesa e 12, ka të bëjë me atë fushën e errët, do thosha, e tamam të errët, po të fshet të jetës tuaj, shumë të thellë psikologjike. Kështu që aty le të themi merrni mësime të rëndësishme dhe ju jepet mundësia që të vërtet të shëroheni, të shpëtoheni pra nga një trysni e madhe psikologjike që vjen prej personave të caktuar ose për faktin e një ideje ose diçka që ju e dini dhe deri tani nuk keni pas ju ka ngrënë së brëndshme, si të thuash. Kjo gjë. Nga ana tjetër, shëroni veten, sepse kjo gjë ndikon edhe tek trupi juaj. Pra ka të bëjë me psikofiziken, si themi. Pra, për të gjithëve që keni pas probleme deri më tani me trupin, por edhe me trurin, me mendjen, me psikologjin tuaj, atëherë këtu përmes gjërave që merrni vesh, që zbulohen, që ju largojnë nga toksiciteti njerëzve të caktuar dhe nga gënjeshtrat e tyre dhe manipulimi i tyre, nëse doni ta themi kështu, duket se ju shpëtojnë. Merrni frymë, domethënë lirshëm pas kësaj gjëje. Tjetër gjë, ju pastaj që keni abuzuar me pushtet, me çfarë ju kanë thënë njerëzit, ju a kanë besuar dhe i keni ekspozuar keq ju të parët, atëherë keni për ta pësuar. Kjo gjë duhet thënë, me thënë të drejtën. Me thënë duhet përmendur. Mos harrojmë që edhe për çështje familjare vjen kjo gjë. Kështu që shiko se shumë prej jush mund të detyroheni të ikni, të largoheni fare nëse ekspozoheni kaq fare keq sapo them unë. Domethënë të ikni diku jashtë shtetit fare. Shumë të tjerë në qoftë se keni gabuar rëndshëm në martesën tuaj, familjen tuaj, vlen po e njëjta gjë. Në qoftë se jeni nga ata persona që janë keq trajtuar në shtëpi, dhunë familjare apo nuk e di se çfarë, edhe ju shpëtoni, ikni, largoheni. Domethënë, marrin fund situata të tilla, disa e pësojnë sepse ashtu janë sjell, disa shpëtojnë sepse duhet të shpëtojnë, por që sido që të jetë këtu vim në përfundim të këtyre lloj situatave. Tani vetëm për disa do mund të thosha që kjo hënë e plot mund të sjellë dhe një fitim shumë të madh ekonomiko-financiar, vetëm për disa. Do të thënë varet se si secili ka në artën e vet, por që po, ekziston dhe kjo lloj mundësie. Po do jetë momentale, ëh, domethënë një moment, një veprim i vogël që bum. Ashtu sikurse për disa të tjerë mund t'rregojë dhe humbje shumë të mëdha ekonomiko-financiare, kështu që me kujdes ju lutem shumë gjatë kësaj gjëje. Po them edhe një herë, aspekti më pozitiv i kësaj hëne për ju, bëni paqe me veten, çlironi veten tuaj nga situatat e së kaluarës, shpëtoni nga situata dhe ambiente toksike dhe individ toksik dhe keni të drejtën të vazhdoni përpara me objektiva të reja. Fundja Neptuni nga shenja e Dashit, që për juve është banesa e dytë, vlerat, parimet morale, fizike, prona e me radh, integriteti juaj, me thënë të drejtën, të gjitha këto ose për të gjitha këto shpërbleni në qoftë se ju kanë rënë më qafë individ të caktuar, por e pësoni në qoftë se jeni ju ata të cilët u keni rënë në pjesë të tjerëve. Kështu që duhet ta themi për të gjithë vlen e njëjta gjë. Të shohim se si do vej.